Kjo që janë me të kuqe, janë gjitha qytete që unë i kam zhvillu në një dokumentar që do të shikoj në fund. Ku gjëndën muret pelazgjike, atje. Dhe do të shikojmë, të shikoj këtisht. Nuk është shumë i gjatë. Ja është një video edhe e mbyllim me këtë. Do të shikoni muret pelazgjike në rreth 20 qendra banimi në Itali dhe emrat e tyre që një pjesë e mirë shpjeguar është në gjuhën shqipe. Është vetëm me muzikë, nuk ka gjë tjetër, sa për ilustrim. Është Saturni, është vendi i Saturnit, sepse pretendohet se Saturni ka qenë i pari që ka ndërtuar shumë qytete në atë kohë. Saturni është koha, domethënë, në parapin e bujqësisë, me ndërtimin si thot me njohuritë e asaj kohe. I ka parapri. Janë baza e murave, sepse ato ka ndërtimet mbi tokë, po baza ka ngelur këtu në këtë rast. Tani unë këtë dokumentare një orë e 10 minuta, po unë kam bërë thjeshtë për të tregu që janë muret këtu, pastaj këto kanë shpjegime dhe veta të gjitha, i kam trajtuar gjithësisht në një dokumentar tjetër. Është karakteristike këto rama, sepse këtu ka disa rrathë, se pretendohet se Petra pikrisht fetonte, që mendohet që mori karron e diellit dhe ra pikrisht në atë zonë. Edhe ka një besim, është kriju një mit dhe një besim. Një orë. Kjo është shkurt të me këmë përsedu në drejtorin. Në programë në ty këtë që në shkurt referat një orë të në dhe. Kur të vish të këtu e shemë në për dhe, në të planifikon në të se këtu janë të shkurt, në që dhe sa hajtë, s'ka si fjanë gjithë të përë. Në të lirë në shumë argumente. Këtu është një tunel në Alba Fuqet, që shikoni, kanë hyrë radio-televizioni, ka hyrë kote fundit, është një tunel shumë i lartë, i cili ka qenë blokuar, ka qenë i vizitueshëm për ca kohë, është blokuar dhe është rihap tash. Këto janë muret për linje që nga studios të ndryshëm janë trajtuar si i lirë të ardhur nga pjesa tjetër e kuptohet e Adriatikut.
Ta janë muret e koza që arkeologjia zyrtare jo atribon Romakut me pa drejt. Po të shikosh që janë trojtore shumë mirë, unë i kam ra shumë shkurt, që janë shumë të gjata. Shikohet se çfarë ndërtime janë atje. Kjo bore tu, në tim. Kjo bore millosi tash. Kjo bore në zonë. Kole. Po dalës për jashtë millosi tash. Ato murët aty? Tu, ajo është më në pesë. Po, murët që po të më pagën e arkeologjia, janë më e toshë. Ma në shatë të sipër në si quhet. Dove qa mune shë? Nuk o si quhet e pesë, këto. No, vetë këtë gjenë dhe shkalla pelazgjike. Ja kanë emërtu studiusit. Ja, kjo është shkalla pelazgjike. E quando si tratta di parlare di pre-romano si fanno tutti indietro perché sono venuti gli archeologi qui, si sono seduti lì dove stai tu, hanno visto le mie ricerche e mi hanno dato ragione, però poi ufficialmente fuori non possono mandarmi ragione perché sennò ci salta il posto di lavoro. Ah sì, questo. E allora io ho per fortuna la libertà di poterlo dire. Questa è la differenza. E loro sono purtroppo troppo vincolati e finché vivranno i comandanti sarà così. Arkeologu Cezare Antonio De Gara në fillimet e shekullit 20 do të shkruante: qytetet pelazgjike të Italisë jugore e qendrore duhet të bëjnë pjesë në një kohë shumë më të hershme se koha e historisë të Helenëve. Duke parë arkitekturën e tyre, ajo është e gjitha e ndryshme si për nga cilësia gurëve që janë përgjithsisht më të mëdha dhe disa herë shumë të mëdha, si edhe për nga forma. Nga kjo konsideratë vetme mund të argumentohet dhe sa e madhe është padituria dhe ignoranca atyre që deklarojnë se qytetet e Lacios të quajtura pelazgjike të jenë ndërtuara nga romakët. Bravo, do të gërmosh. Faleminderit. Kam studiu bashkë me Lilianën këto 2 vitet e fundit alfabetin dhe kemi paraqit në një konferencë që u bën korriktum në Tiranë, në Institutin e Gjuhësisë. Rezulton që 80% të germave të alfabetit të sotshëm, qoftë ky latin apo grek apo joni që quhet latin, janë me origjinë nga Vinka, që është kultura më e lashtë pelazge Mezozoitit dhe e Neolitit, e 1000 vjeçarit të 9 deri 1000 vjeçarit të 6 para erës së re.
Ati janë pjesa më e madhe e germave dhe I kemi krahasu këto germa nga Vinka, pastaj vinë germa të tjera që janë pak më vonshme ke linja Hari B, pastaj vinë ke stela e Lemnit, e ku diun, dhe vinë pastaj ke Ilirët. Është një periudhë që hetën në vazhdimsi. Po ti vesh re alfabetit grek që mbahet, që alfabetit sikur e kanë shpik ato e ku diun, asnjë germ origjinale nuk ka. Të gjitha janë prej këtyre alfabeteve të përkatëve. Por duhen studiuar, neve kemi paraqit një studim, edhe është goxha I mirë, kupton apo jo? Kështu që duhet të publikohet ai dhe pastaj të keni një material të mirë. Kur do të thënë. Atëre ftoj edhe studiusin zotin Ali Eltari. Në një gjë të përgatitur kështu apo? Në një gjë me flesh të ta... Ja, nuk e di, të kanë sa atë. Vetëm shkurtimisht, mendimet tuaj, që ke domethënë, çfarë të reja sjell ti? Sa tash kundërshtia shukasa. Kur do? Jo, së pari falenderoj gjithë ta që folën para meje. Jam pothuajse dakord me shumicën e fjalëve të tyre, por unë mendoj që një studim shumë serios për problemin pellazik duhet filloj që në fillim kur ka lindur gjuha. Dhe gjuha para akullajës fundit, para 27.000 vjetëve, nuk ka pasur njerëz, ka pasur hominid, homo sapiens ose njeriu Kromanjonit. Nuk ka pas njerëz polës. Ndërsa në 24.500 vjetë më parë, deri në 21 vjetë më parë, është gjetur që kanë takuar njerëz të cilët vinin nga Afrika Veriore drejt lindjes dhe nga Europa, nga Spanja, që janë takuar diku në një vend dhe gjuhë e tyre, gjuhë e parë e folën në botë që njihet zyrtarisht, është ajo që quhet Spanja Marosiane, po e thënë se s'po më kujtohet ama ma jote. Pra janë nga 24.500 deri me 21.000 rreth kësaj kohe. Para janë popolata që kanë ardhur në ndërtime të ndryshme nga rrethi I Mesdheut. Dhe rrethi I Mesdheut të tëra fakte dalin që janë nga Ballkani. Pra, në qoftë se janë takuar atje, atëherë del që janë gjuha e parë folur është I takon rreth 27.000 vjetë. Meseja nuk shirë, ky ka qenë problemi më I madh për mua, sepse unë kisha dëgjuar që, dhe kisha lexuar që njerëzit e lashtë ushqeshin me lëndëlisi. Dhe rastësisht qelloi një ftesë në Suedi. Aty u saksua çdo gjë. Sepse na çuan në një vend që ishte një listë 900 vjeçar. Ishte një trup gjigant dhe brenda kalbër komplet. Aty pyeta unë, deri sa rrin temperatura minimale këtu? Më thanë deri me 43 gradë në zero. Gjë që në atë kohë në Ballkan nuk ka qenë temperatura kaq. Madje ka studios të cilët janë të mendimit se edhe bimësia nuk ka pësuar atë dëmtim të madh siç ka pësuar pjesa tjetër e Evropës kur ka qenë mbytur nga akullaja. Pra, këtu, siç thot një studios tash më kujtohet dhe emri tamam atë, ai thoshte kështu që bimësia edhe jeta ka qenë në ndërtim normal. Prandaj nuk ka rikrijime të reja, por ka vazhdimsi jetese. Të gjitha këto tregojnë sepse në Ballkan ka mundur të ekzistojë. Madje ka të dhëna studioset që thonë që deri në 110 metra mbi nivelin e detit ka pasur akullaj të përreshme. Ndërsa pjesa e poshtme e Ballkanit në të lartësi ka qenë e zhveshur nga akujt. Dhe ky është shkaku që njerëzit në Ballkan arritën të mbijetojnë duke jetuar në shpella dhe ushqeshin me lëndë lisi. Lisi I vërtet ka tanin, pa jo tanina e mbronte që gjatërimit mos të dëmtohesh, po të mbetesh një ushqim gjatë gjithë kohës të vitit. Dhe nuk është as pak I çuditshme që feja jon ka të shenjtë lisin. Dhe gjitha takimet bëheshin në drurët e lisit. Prandaj edhe pellasket quhen të shenjtë të lisit.
Dhe veç asaj, në Ballkan është krijuar feja e parë në botë, feja e Dodonës Pellazike. Këtë fe unë e gjej në tërë botën. Në tërë botën. Nuk e quajnë e Dodonës, po e quajnë fe me shumë hyni. A një gjë duhet sqaroj. Ti diku zoti. Ndoftë atë fjala me qes me zë mund të ketë lindur nga zeu. Por, duhet të ashtu. Me që feja jonë është e para në botë, këtu janë krijuar dhe inteligjenca e parë botës. Pra nuk mund të flasim as për Sumerët as ata. Sumerët të dhënat më të hershme janë, thonë, 6.000 vjetë. Disa e nxjerrin 5.000, disa e nxjerrin 3.500. Sumerët kanë ardhur në ato vende, atëre kur arritën të menaxhojnë, të organizojnë, të drejtojnë punën e ujit për të ujitur ato toka. Ato toka në atë kohë gjithë zona ka qenë shkërtier. Pra, këta filluan të mësojnë ujitjen dhe atëre ka filluar ajo. Po dhe këtë Sumerët, unë gjej boll emra i lirë. Ka marrë gjithë rrugën ku kanë lëvizur pellazgët. Pra, nga Ballkani duke kaluar për vende të ndryshme. Madje kam gjetur edhe një tabelë me nga 5 faqe, në cilën vjen shumë fjalë të lashta në Ballkan dhe të gjitha ato lidhen me shqiptarët, me ilirët. Pra gjithë zonat e Ballkanit që janë pjesë e ilirëve ose pellazgëve, të gjitha ato kanë fillimin këtu. Dhe është logjike, sepse në ato zona ka qenë akullnaj. Vetëm pjesa bregdetare e detit Adriatik janë ka që pasur mundësi mbi jetese, nësa zonat e tjera nuk kanë ashtu. Mbasi shkrinë akujt, fillojnë lëvizjet e popujve nga Ballkani në për Evropë, kapin zakonisht gjithë ato anën e detit, sepse me zërë tjetër, po, dalë se, pra kapin në Evropë po flasën, pasaj flasën, në Evropë kapin gjithmonë anën e deteve. Ku është shkaku? Shkaku është se deti duke pasur avullim kështu, runë temperaturë paka shumë të qëndrueshme. Edhe dimri sado nuk është shumë i ashpër se sa në zonat e thella. Prandaj kalojnë nga zona bregdetare në veri, edhe merr drejtimin drejt Azis. Njëri e foli për Skandinavinë. Ideja ime për Skandinavinë unë ndaj kështu. Skaj, di, na, vi. Themi vi ujore, vi ekologore, vi ajrore. Pra, fjala vi ka kuptimin rrugë në Shqip. Pra, Shqipelash. Pra, skaj, sepse është në skaj të Evropës, di, ka 2 rrugë për të parë në skaj. Ka anë detit Balt, që është Shqip skakësit. Po dhe oqeani atë, baba lat lasht. Pra, baba i lasht. Pra, të gjitha janë Shqipe këto të. Kalojnë, quhet një kulturë suideriane. Nga kultura suideriane emrin Kudna, që është në veri. Dhe të gjitha këto kalojnë në Azi. Dhe po të shikoni, ka disa emra atyti, Shrubna, Samara, e tjerë, derisa shkojnë në veri perëndim të Kinës sotme dhe quhen Tokarianë. Pra, Tokarianët kanë kaq shumë fjalë shqipe, sa aty mund të shohim edhe dallimin e toskrishës me gegrisës. Pra, shikoni çfarë lëvizje që kanë bërë pellazgët në kohët e lashta. Mirë, të keti në një dokument për këtë që kanë ato fjalë? Sigurisht, unë nuk e flas kam. Patjetër, unë kam librin e gatshëm, kam libër gatshëm për të votuar. Po vetëm s'kam para. So, libri i dytë është vetëm për të futur. Është komplet. Edhe këto. Edhe po të shikosh, këto tokarianë që ishin atje kanë filluar të përhapen në Azinë qendrore. Edhe në Kinën e sotshme, babait vazhdon të thon baba. Pra, plus kësaj, në pjesën jugore, po të shikosh të gjitha, pra në detin pra mesdhe, të gjitha, ndash Sumerët, ndash të gjitha emrat e lashtë, kanë qamet fjalë shqipe. Pra të regojnë dhe rrugën dhe kohën, pra me anë të arkeologjisë, me anë të genetikës, janë gjitha këto zbulime që po flasun. Por, në librat e mirë, para që kam 3 vëllimet pa botuar akoma, në fund fare kam një përmbledhje, të cilat të regoj pra rrugë, mënyrat të ndryshme që unë shpjegoj kur u formua gjua, si u formua dhe pse e quaj që është gjua shqipe. Pra,
Nga këto 4 që kërkon shkenca botërore, unë kam gjetur edhe 42 fakte të tjera shkencore që e vërtetojnë se gjuha shqipe është krijuar pra rreth 27.000 vjet para erës së re dhe që është hapur në për gjithë botën. Pra gjithë kulturat e saj fillojnë pra nga Shqipja jonë. Është një punë 9 vjeçare që unë e pash për 3 minuta 4. Të urojmë që ta ashtu. Është pa hapur apo nga Spanja deri në ti, njëkohësisht ajo po ti. Shiko, se nuk i tha çik shkurtër. Ki parasysh, gjithë Europa ishe në akullaj, ashtu siç ishe edhe një pjesë e Ballkanit në akullaj. Por në pjesën e jugore të saj ishte ajo lëvizje e popujve. Një pjesë kaloi nëpërmes Bosforit dhe kaloi në verinë e Afrikës, kurse një pjesë tjetër nga veriu i Detit Mesdhe nëpër Spanjë kalon aty edhe u bashkuan. Prandaj quhet Ibero-Marusiane. Më kuptohet ashtu të. Ibero-Marusiane, si quhet ai popullat e parë që janë, pra faktet janë nga 24.500 para erës së re deri në 21.000 dhe kësaj kohe janë takuar atje. Pra kjo tregon që pellacjet nuk janë 10.000 vjeçar, por janë rreth 27-24.000 vjeçar, që është krijuar gjuha. Kuptohet? Gjuha ka qenë shumë primitive, nuk është kjo gjuhë që flasim ne sot. Por baza e saj gjuhë është përhapur. Dhe e gjejmë neve aty, sidomos se tokarianët, kam në një tabel tjetër që shpjegon gjuhën si është, krahasimin e gjuhës, dhe thotë edhe tokarianët aty, megjithëse ata jetojnë në Kinën e sotshme, quhet Republika Autonome e Tarinit sot. Pra, të gjithë këto popullatat para shqiptarët, çfarë zhvillimi kanë edhe po nga sidomos ato zona ku janë male të rrethuara, të izoluara, është shumë e pasur gjuha shqipe. Madje piktori që ma ilustroi edhe këtë të tretë, të vëllimin e dytë që e kam gati për botim, piktori më dha një pjesë, një videokaset për një Hunza. Hunza është ndër nga familje një Pakistani, Afganistan. Shikoja portretin e tyre komplet mirëditor. Po të mësë më thosha që janë Hunza, unë të thosha janë mirëditor. Me kapelin karakteristike, veshjen karakteristike të tyre, trupat gjatë, fytyra shqiptare komplet, këngën vetëm ato fjalë që i kuptoja ishin tamam shqipe. Sa fjalë nuk i kuptoja, po kjo mund të vijë dhe nga fakti që mund të jetë regjistrim jo profesional, por mund të jetë edhe këto se ata kanë kaluar disa mijëra vjeçar larguar nga Shqipëria. Kështu që aty kanë shkuar, i kanë pasur takime me tjerë dhe kanë humbur shumë pjesë. Është fjalën e ka profesor doktor Mustafa Peza për të bërë përfundimet e takimit. Tashti, neve, dhe më thonë, referime që kishin planifiku marrun edhe 3 referime që nuk kishin planifiku. Por shpërndam këtu ato fletët, certifikatat e pjesëmarrjes që i ka përgatit Zoti Kohl, shpërndam këtu edhe ato mirënjohjet, por fatkeqësisht munguan 2, kemi Zoti Farixhara, na ngeli pashtu, edhe Zoti Minxha. Që bo liku e? Ka dalë të më në ngeli, nuk kam nuk kam kopje të shqip, po unë do të dojnë kopje të reja, edhe do t'i shkruj të dyve dhe në një rast tjetër do ja japë. Unë si pak, Rasim Bebo, na përshëndet ne të dyve, burë grua për këtë iniciativë të madhe, që kemi hapur atë qendrën e studimeve. Por asike plus edhe për të aktivitetin që kemi organizuar tani dhe këtu përshëndet dhe të gjithë pjesëmarrësit në këtë simpozion. Edhe shkruan kështu, të nderuara zonja zotërin, nuk kjo është esenca e kësaj, na përshëndet në direkt njëri me tjetrin. E poshtu dhe Zoti
Eshref Eshref Ymeri. Ymeri. Profesor Eshref Ymeri Po, ka profesor. qu edhe ai përshëndetje për simpoziumin tonë. Edhe për një kohë. E njëta përmbajtje është si para dhe e dyta, që të mos zjarën, besoj që mjafton kjo. Kemi edhe të tjera, po si kemi marrë. Propozime të tjera. Tashti kemi menduar, edhe unë e përmendëm në të fjalën e hyrjes që kemi tentuar të lidhemi me Akademinë e Shkencave, drejt ashtu nuk ka pranuar. Mirë, po kjo është një fatkeqësi e madhe e vendit tonë që akademia që duhet çajë në këtë rrugë, akademia flenë, edhe duke fletë akademia i sjell dëm, jo vetëm kulturës shqipe dhe gjuhës shqipe, por i sjell një dëm të madh edhe kulturës evropiane në përgjithësi, sepse është shtrembruar dhe falsifikuar realiteti dhe po qeqi ne shqiptarët nuk do të thomi fjalën tonë, nuk ndryshon kjo punë. Këtë fjalë duhet ta thotë akademia, sepse neve kemi thënë dhe vazhdojmë ta thonë. Për këtë kemi bërë një letër drejtuar kryeministrit. Bashkë me zotin Shtrerim kemi bashkëpunuar në të punë dhe i kërkojmë kryeministrit që simpoziumi jonë, i themi, kështu, ju drejton këtë letër, që mos e lexoj që mos e zgjasin, sa është një faqe e gjysmë. Simpoziumi të 4 ndërkombëtar 10.000 vjet histori nga pellazgët të shqiptarët. Drejtuar zotit Edi Rama, kryeministër i Republikës së Shqipërisë. I nderuar zoti kryeministër, Simpoziumi 4 ndërkombëtar 10.000 vjet nga pellazgët e shqiptarët, i mbajtur në Muzeun Historik Kombëtar nga Qendra Studime Pellazike Tiranë Prishtinë, ju drejton këtë rezolut në lidhje me punën kërkimore shkencore që ka zhvilluar nga themelimi i saj në vitin 2011 deri më sot dhe disa probleme që duhen kapërcyer. Jetashti nga studiusit tanë të bashkuar në qendrën tonë studimore janë zhvilluar 4 simpoziume dhe shkruar mjaft studime, botime, mjaft libra që lidhen me historinë më të lashtë të kontinentit tonë dhe me banorët e tij më të vjetër pellazgët, mbi pellazgët dhe vërtetimin e tyre si stërgjysh të shqiptarëve, kanë shkruar qysh nga viti 1831 studiusit e famshëm Arbresh, Nikol Keta, Zef Krispi, Ironin Derata, Fratari Adamidi dhe më pas shumë studius të huaj dhe shqiptarë që kanë sjell prova bindëse dhe të pak kundërshtueshme mbi këtë temë. Sidomos është gjua pellazge e shkruar në pllaka guri, qeramike, filluar qysh në mijëvjeçari 6 para erëson në pllakat e Bardhës Shumere, në Iliadën dhe Odisejën e Homerit e tjerë që vërtetojnë plotësisht që gjua jonë ka kaluar nëpër mijëvjeçarët për të ardhur e gjallë, e ëmbël dhe fuqishme në gjuhën e sotme shqipe. Në për simpoziumet tona ne kemi sjell mjaft fakte të reja mbi prejardhjen e shqiptarëve nga pellazgët dhe ilirët. Kemi gjetur harta të vjetra që tregojnë shtrirjen e pellazgëve dhe ilirëve, hititëve dhe shumerëve në Europë, Azinë e vogël dhe Mesdhe. Kemi zbuluar dhe dokumentuar fakte mbi vjetërsinë e gjuhës shqipe dhe të shkrimit shqip që në kohët më të vjetra. Por me gjithë të punë të madhe të qindra studiusve nga e kaluara dhe përpjekjet tona të pareshtra për të nxjerrë në dritë të vërtetat e prejardhjes së shqiptarëve nga pellazgët, Akademia jonë e Shkencave në vend që të jap kurajo dhe mbështetje ka bërë veshjen e shurdhër dhe na ka mbyllur derën e bashkëpunimit. Vitin e kaluar, Kryesia Qendrësore ka drejtuar letër kryetarit Kryesisë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për një takim të përbashkët të studiusve dhe nga Akademia dhe studiusve tanë, ku studiusit e qendrës tonë do të paraqitin prova e lidhura të gjuhës shqipe me gjuhët ilire dhe pellazge dhe më pas të diskutohej mbi këtë bazë për një qendrim konstruktiv të përbashkët. Fatkeqësisht ndodhi ajo që ne nuk e pritnim. Kryesia e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë nuk pranoi të bënte takimin me studiusit tanë pa asnjë arsye. Kështu që studiusit e akademisë tonë vazhdojnë të mos pranojnë provat bindëse të lidhjes e gjuhës shqipe me gjuhën pellazge dhe ilire. Për këtë problem ka shumë prova të sjella nga shumë autorë të huaj dhe vendas, por ato nuk njihen dhe nuk janë studiuar nga studiusit e akademisë tonë, gjë që në shkencë është rast unik. Qëndrimet e pakuptimta të akademisë tonë të shkencave dhe të qendrës albanologjike dhe heshtja e tyre për çështjen e prejardhjes së shqiptarëve nga pellazgët dhe ilirët u kanë dhënë në dorë të lirë grupimeve nacionaliste dhe falsifikatorëve të historisë europiane dhe të vërtetës
preardhës pellazgo ilire të shqiptarëve dhe gjuhës shqipe dhe shtrirës tyre në Greqi, Serbi, Maqedoni e Gjet, që të fabrikojnë me shpejtësi trillime dhe të pavërteta në kurisë të popullit tonë të lashtë. Si është e mundur që për kaq shumë vjet Akademia Jonë e Shkencave nuk ka organizuar një simpozium apo konferencë shkencore ndërkombëtare, ku gjuhëtarët, historianët, arkeologët dhe antropologët e botës të sjellin të rejat e tyre mbi preardhjen pellazgo ilire të shqiptarëve, duke dhënë përgjigje shumë pyetjeve dhe dilemave që hedhin në qarkullim disa qarqe shkencore, shoqata nacionaliste, qarqe fetare, madje edhe qeveritare, kundër vjetërsisë së gjuhës shqipe, historisë, kulturës, arkeologjisë nga populli shqiptar të pellazgët. I nderuar zoti Rama, do të ishte në nderin tuaj dhe të shkencës sonë ndërhyrja në reformimin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, nxjerrja e saj nga apatia dhe mefshësia dhe hapja dyrave për mendimet e reja konstruktive. Akademia jonë duhet ta ketë në platformën e saj të qartë mbështetjen e fuqishme të dokumenteve që vërtetojnë lashtësinë e gjuhës dhe të historisë sonë dhe të mos e lërë atë në ankandin botëror me heshtjen apo kundërvënien e saj. Qendra jonë e studimeve pellazike është e bindur se ju, me dashurinë për këtë vend, këtë popull dhe këtë histori, do të vini në lëvizje mekanizmat për të ndryshuar gjendjen. Ne edhe më tej ngulim këmbë në një takim të përbashkët të studiuesve tanë me akademikët shqiptar për të paraqitur dokumentat mbi vazhdimsinë pellazgo ilire shqiptare për përfshirë edhe gjuhën tonë. Duke pritur përgjigjen tuaj, ju urojmë shëndet, lumturi dhe punë të madhe. Me respekt, simpoziumi 4 ndërkombëtar 10.000 vjet histori nga pellazgët të ilirët. Profesor Dr. Lutullah Pesa, kryetar.